Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Tefik Salihu, po japim lajmet në televizionin Tema. Ndër të tjera sonte do të ndiqni. Deputetët e bllokut opozitar këmbgulin në vullnetin e shumicës parlamentare. Thaçi e Jahjaga u takuan për situatën e sigurisë në vend. Vriten babë e bi në fshatin Mohoz të Ferizajt. Babë e bi janë vrarë sot me armë zjarri në fshatin Mohoz të Ferizajt. Pjesëtari i policisë së Kosovës me nistoret RM rreth 60 vjeç dhe vajza e tij FM rreth 30 vjeç u gjetën rreth mesditës pa shenja jete në oborin e tyre. Policia ka arrestuar të dyshuarin për këtë vrasje të dyfisht me nistoret BM, i cili është i afërm i viktimave. Tek ai është gjetur edhe një armë gjysmë automatike me të cilën dyshohet se e ka kryer aktin. Sot, rreth orës 13 në fshatin Mohoz të Ferizajt ndodhi vrasja e dyfisht. Viktimat janë RM, rreth 60 vjeç, mashkull dhe FM, e gjinis femrore, rreth 30 vjeç, përndryshe babë e bi, ku fomat e të cilve u gjetën në oborin e shtëpisë të tyre. Policia e Kosovës tha se viktima mashkull ka qenë pjesëtari policisë dhe sidorasi është i njohur për hetuesin. Po, viktima gjinis mashkullore është pjesëtar i policisë Kosovës, për momentin ka qenë në pushim mirëqër. I dyshuari pas kryerjes së vepre është arratisur nga vendi i ngjarjes. Policia është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura për kapjen e tij. I dyshuari është i njohur për policinë. Nuk isha lutur derisa të përfundohet pasi që edhe ekzaminimi nuk ka përfunduar në vendin e ngjarjes. Prokurori i shtetit ka qenë në vendin e ngjarjes, mirësia ligjore duke kryer veprimet e tyre, do të njoftohen me komunikat me shkrim. Më vonë policia e Ferizajt konfirmoi arrestimin e të dyshuarit për vrasjen e dyfisht, që është personi me inicialet BM, i lindur më 1983, i afërm i viktimave. Deputetët e koalicionit pas zgjedhor nga LDK-ja, AAK-ja, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje janë mbledhur sot në Kuvendin e Kosovës për të diskutuar për daljen e vendit nga kriza institucionale. Në kuvend nuk ka qenë i pranishëm asnjë deputet nga PDK-ja dhe as shumica e përfaqësuesve të pakicave kombëtare në Kosovë. Seanca e sotme të thirrur me nënshkrimet e 62 ligjvënëse, në cilësinë e deputetit më të ri e ka udhëhequr Teuta Rugova nga LDK-ja. Bloku ka dalë me një deklaratë të përbashkët përmes së cilës thotë se angazhohet për konstituim sa më të shpejt të Kuvendit të Kosovës në mënyrë që t'i japet rruga krijimit të qeverisë së re, duke respektuar parimet themelore të demokracisë parlamentare, si dhe kërkojnë zgjidhje për konstituimin e Kuvendit në përputhje me vullnetin e shumicës parlamentare. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, nuk e ka mohuar faktin se bloku LDK, AAK, Nisma dhe Vetëvendosje mund të dërgojnë në gjykatë kushtetuese kërkesën për sqarim të mëtejshëm të pikës 127. Ekziston mundësia e tillë, por ende nuk kemi vendosur, tha Haradinaj pas përfundimit të seancës konstituive të thirrur nga deputetët e bllokut. Haradinaj tha se produkti i kësaj seance është deklarata e përbashkët dhe se ai ripërsëriti se zgjidhja për të dalë nga ngërçi politik është në kuvend. Ai ftoi PDK-n që të marrë pjesë në seanca të tjera në mënyrë që të tejkalohet kjo situatë. Kryeministri në detyrë dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar lidhur me seancën e mbajtur në Kuvendin e Kosovës nga bloku LDK, AAK, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje. Thaçi ka deklaruar se deputetët e opozitës kanë keqpërdorur hapësirat e kuvendit duke vepruar përteja autorizimeve të tyre si deputet. Në fakt, ajo nuk ka qenë seancë, ka qenë një takim jo legal, jo zyrtar, jo kushtetues, jo ligjor dhe pa asnjë vlerë dhe asnjë validitet, tha Thaçi. Ai u ka bërë thirrje liderëve të partive politike që të ulen dhe të bëjnë një marrëveshje për formimin e institucioneve të Kosovës
në bazë të kushtetutës, ligjeve dhe respektimit të rezultatit të zgjedhjeve të 8 qershorit. Në vazhdim juftoj të ndiqni një blok me informacione nga vendi dhe rajoni. Në kohën derisa po mbahej seanca e kuvendit nga deputetët të bllokut opozitar, në presidencën e Kosovës ka shkuar kryeministri i vendit Hashim Thaçi. Takimi i sotëm në zyrën e presidentes Atifete Jahjagan nuk ka pasur të bëjë me çështje të krizës politike. Zyra e presidentes dhe ajo e kryeministrit kanë thënë se takimi ka pasur të bëjë me diskutimet e rregullta për situatën e sigurisë në vend. Në takim te presidentja për postë kryeministrit kanë qenë në përgjithësi mekanizmat e sigurisë. Fjala është për një takim të rregullt që presidentja i mban për të diskutuar situatën e sigurisë në vend, ka thënë përmes telefonit këshilltari i lartë i presidentes Arbër Vllahiu. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel i ka dërguar një letër kryeministrit në detyrë Hashim Thaçit, me anë të së cilës ka kërkuar normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Thaçi në një postim në profilin e tij në Facebook ka shkruar se në letrën e saj Merkel jep një mesazh të qartë për të nxitur bashkëpunimin e Ballkanit Perëndimor me institucionet evropiane. Unë jam veçanërisht mirënjohës për faktin që ajo vë theksin tek synimi politik i normalizimit të mëtejshëm të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë dhe e siguroi që Kosova do të përmbahet me rigorozitet angazhimeve ndërkombëtare të ndërmarrë në marrëveshjet e firmosura deri tani dhe do të vijojë të përpiqet për të siguruar fqinjësi të mirë nëpërmjet rrugës së dialogut, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në Facebook. Ministri në detyrë i punëve të jashtme Enver Hoxha mendon se normalizimi i plot i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë nuk është çështje që mund të ndodhë brenda një viti. Në bisedë për epokën e re, Hoxha i ka thënë se para se të ndodhë normalizimi i plot, Serbia duhet të plotësojë disa kritere. Ai mendon se normalizimi i plot i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet vetëm nëse ka vullnet politik në të dyja vendet. Ai thotë se kjo gjë është e mundur të ndodhë brenda një periudhe 5 vjeçare. Sipas ministrit Hoxha, Bashkimi Evropian ka propozuar që para se Serbia të antarësohet aty, ajo duhet të nënshkruajë një marrëveshje me Serbinë e sipas Hoxhait, kjo marrëveshje nënkupton vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike apo edhe nënshkrimin e një traktati të paqes. Konfirmohet zyrtarisht operacioni i policisë së Kosovës në Prishtinë për arrestimin e personave të dyshuar të përfshirë në korrupsion. Sipas njoftimit, policia e Kosovës me autorizimin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës ka kryer sot një operacion të gjerë në Prishtinë dhe gjatë të cilit ka arrestuar 9 persona. Për këta të pandehur ekziston dyshimi i bazuar se duke vepruar në bashkëveprim dhe duke shkelur ligjin e prokurimit publik, kanë keq përdorur pozitën e tyre zyrtare, duke nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për sigurimin e shërbimeve shëndetësore, të cilat nuk ofrohen në institucionet publike shëndetësore me spitalet private, International Medicine Hospital Meseli në Prishtinë dhe Intermed SHPK Meseli në Prishtinë, pa shpallur fare tenderin për sigurimin e këtyre shërbimeve. Me këto veprime të pandehurit u kanë mundsuar spitaleve private përfitimet materiale, duke u paguar nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë si autoritetet kontraktues shpenzimet për pacientët që dërgoheshin nga institucionet publike shëndetësore në këto spitale private, duke përfshirë edhe koronografin, edhe pse kryhej në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Njëri nga këto spitale nuk ka pasur fare licencë pune dhe gjithashtu edhe mjekët që kanë punuar në atë spital nuk kanë licencë për kryerjen e intervenimeve mjekësore në zemër, të cilat i kanë kryer. I dyshuar në këtë rast është edhe vetë ministri Ferit Dagani dhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës së bashku me grupin për studime juridike dhe politike kanë mbajtur në Prishtinë tryezën me temën Mediet dhe siguria e gazetarëve në Kosovë. Në tryezë është diskutuar me theks të veçantë për kërcënimet dhe sulmet që po ndodhin ndaj gazetarëve që punojnë në mediet kosovare. Me këtë rast u bë ditur se vetëm gjatë këtij viti janë shënuar më shumë se 20 raste të kërcënimeve në forma të ndryshme të gazetarëve, të cilat i ka denoncuar AGK-ja. Ndër këto raste ka pasur edhe kërcënime me vdekje. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Bajram Rexhepi ka shprehur brengosjen për kërcënimet e kohëve të fundit ndaj gazetarëve në Kosovë. Ai u zotua se autoritetet e rendit do të jenë në mbështetje të gazetarëve që të kryejnë punën e tyre të papenguar. Gjendja e gazetarëve dhe mediave në Kosovë nuk është e mirë, ka thënë edhe avokati i popullit Sami Kurteshi, duke shtuar se liria e shprehjes është e garantuar edhe me Kushtetutën e Kosovës. Si përfundim është nxjerr fakti se institucionet shtetërore, duke përfshirë prokurorinë dhe gjykatat, nuk i trajtojnë me prioritet rastet e denoncuara nga gazetarët. AGK-ja thotë se do të vazhdojë të mbrojë gazetarët dhe inkurajon të gjithë ata që bien prej kërcënimeve që t'i denoncojnë ato në institucionet relevante. Këtë çështje ka trajtuar sot edhe televizioni Tema. Raporti i progresit të Komisionit Evropian vënë pa
presionet ndaj medjave në Kosovë. Gazetarë Ferizajas të intervistuar sot nga televizioni Tema vlerësojnë se ata janë pjesërisht të lirë për të trajtuar çështje të ndjeshme. Sipas raportit të progresit të Komisionit Evropian, akoma vazhdojnë presionet dhe përndjekjet ndaj mediave në Kosovë, kërcënimet, sulmet dhe gjuha e urrejtjes ndaj gazetarëve nga ana e autoriteteve, më së shumti vijnë online, sidomos përmes rrjeteve sociale. Gazetarja e televizionit Liria në Ferizaj, Shqipe Ademi, vlerëson se gazetarët Ferizajës janë pjesërisht të lirë për të trajtuar çështje të ndjeshme. Gazetarët në Ferizaj dhe rrethin mendoj se janë pjesërisht të lirë ta bëjnë punën e tyre ashtu siç duhet ta bëjnë. Pengesë për këtë shpesh është hierarkia institucionale. Ne jemi që të respektohet ajo hierarki, por jo të vënohemi nga 2-3 ditë nga një javë që të bëjmë temat tona, për shkak se nuk është e prori këtu, nuk është shefi këtu. Mendoj se kjo është njëra ndër sfidat e gazetarëve kur ata duan të thellojnë ndonjë çështje ose duan ta trajtojnë ndonjë çështje që është pak më ndjeshme për opinionin dhe për publikun. Për gazetaren e televizionit Tema Hatigje Qazimi, presionet dhe kërcënimet janë pjesë e përditshmërisë për gazetarët. Në fakt, kërcënim nuk është vetëm ai nëse dikush të kërcënon me armë apo me një formë tjetër. Kërcënim dhe pengesë për kryerjen e detyrës së gazetarëve mund të jenë edhe thirrje telefonike, pastaj mund të jenë edhe presione tjera siç janë në mënyrë verbale. Unë mund të them që sot pikrisht pata një rast të tillë ku një X deputeti i Kuvendit Komunal të Ferizajt më ndali në rrugë dhe e shprehu pakënaqësinë e tij për një raportim që kam bërë me 30 shtator në mbledhjen e Kuvendit. Në fakt atij nuk I ka pëlqyer mënyra raportimit tim, duke më quajtur tendencioze. Kjo pengesë, vetë kjo thirrje atij deputeti është një farforme, një presion që ndikon negativisht në kryerjen e detyrës. Thjesht raste të tilla kemi çdo ditë, por ne gazetarët tashmë jemi mësuar dhe këto raste mund t'i quaj pak të vogla, pasi që këto janë përditshmëri e jona. Gëzohem që kohëve të fundit në Ferizaj nuk është shënuar ndonjë rast që mund të quhet kërcënues, por kjo ka të bëj pasi që vetë raportimi I rasteve ka ndikuar që përgjegjësit e institucioneve lokale të vedisohen për obligimet që kanë ligjore ndaj publikimit të informatave që kërkojnë shoqëria civile dhe gazetarët. Ndërkaq, sipas drejton Ramadanit nga klubi I gazetarëve Ferizajës, Haki Braha, si vjet nuk ka pasur asnjë kërcënim serioz të denoncuar ndaj mediave në Ferizaj. Po mund të them se për dallim ndoshta nga qendra, do të thotë mediumet lokale apo gazetarët e cilët janë të angazhuar në nivelin lokal edhe për raportim tek mediat qendrore, do të thotë kanë një tretman ndoshta krejt tjetër, nga se këtë vit nuk kemi pasur të raportuar që ka ndodhur ndonjë kërcënim apo diçka tjetër e cila është raportuar tek klubi I gazetarëve Haki Braha këtu në Ferizaj. Mirë, megjithatë ne do të jemi gjithmonë në shërbim të gazetarëve në rast se do të ketë nevojë, mirë, po ne do të shpresojmë që kjo nuk do të paraqitet tek ne. Në komunën e Ferizajt veprojnë rreth 20 gazetar aktiv, të cilët punojnë në mediume lokale dhe ato qendrore. Në një tërheqje të organizuar nga Caritas Kosova kundër keqpërdorimit dhe trafikimit të fëmijëve, u kërkua trajtim më serioz I kësaj dukurie negative, e cila siç u tha, po përhapet gjithnjë më shumë. Organizuar nga Caritasi Kosovës, sot në Ferizaj u mbajt një konferencë nacionale kundër abuzimit dhe trafikimit me fëmijët në Kosovë. Në këtë aktivitet ku ishin pjesëmarrës një numër I madh I përfaqësuesve të institucioneve lokale, vendore e ndërkombëtare, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile, u tha se synohet trajtimi më serioz I kësaj dukurie negative, e cila dita ditës po bëhet edhe më prezente në vendin tonë. Konferencë kjo e cila ka për qëllim trajtimin e abuzimit, trafikimin me fëmijë si një dukuri prezente në shoqërinë tonë dhe më gjërë, dhe njëkohësisht si një nevojë e madhe për intervenim me gjithë akteret relevant.
I pari Ferizajt, Muharrem Sfarqa, tha se komuna Ferizaj do t'jetë e gatshme për çfarë do lloj bashkëpunimi me institucionet për ta luftuar abuzimin me fëmijë. Ne si shoqëri, përkundër asaj që kemi ligjet tona të cilat e rregullojnë këtë marrëdhënie në këtë fushë, natyrisht edhe komuna e Ferizajt do të organizohet që në kuadër të këtyre infrastrukturave ligjore të krijojë dhe të hartoj rregullore të veçanta, të cilat do të miratohen në kuvendin e komunës së Ferizajt, të cilat do të rregullojnë këtë fushë në mënyrë që gjithnjë më pak në të ardhmen të ketë mundësi më të vogla për këtë dukuri tepër negative të shoqërisë, e cila gjithsesi ka pasoja shumë të mëdha edhe për proceset në për cilat po kalon Kosova, edhe për procesin e integrimit Kosovës si përmbushje standardeve që kërkohen edhe nga Bashkimi Evropian. Zyrtarë të lartë të policisë së Kosovës thanë se në bazë të hulumtimeve që kanë bërë, faktorët kryesor që në Kosovë ka abuzime me fëmijë janë kushtet e vështira ekonomike. Kryesisht kushtet vështira ekonomike dhe familjare të këtyre fëmijëve të cilët kryesisht bëhen prej trafikimit apo abuzimit. Dukuri tjetër që kemi vrejtë është braktisja e shkollimit këtyre fëmijëve. Pastaj liria e lëvizjes në pikat kufitare dhe ndërshtetërore është një efekt tjetër i cili krijon mundësi që këta fëmijë të jenë prej abuzimit apo trafikimit. Në këtë konferencë u diskutua edhe për fenomenin e lëmoshës. Kjo dukuri e cila ndalohet edhe me ligjet në fuqi, u tha se po tolerohet edhe nga qytetarët e vendit, të cilët duke dhënë lëmosh në mënyrë indirekte, po e ndihmojnë trafikimin. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Sasha Rashic tha se qeveria e Kosovës po vazhdon ta zbatojë strategjinë për parandalimin e kësaj dukurie, duke kërkuar ndihmë edhe nga nivelet lokale për t'i identifikuar fëmijët e abuzuar. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e sheh abuzimin me fëmijë në Kosovë në nivele mjaft alarmuese. Fillimisht janë fëmijët pa kujdes prindror dhe fëmijët e braktisur nga ana prindërve biologjik. Kategori tjetër kemi fëmijë të prindërve të ndarë dhe fëmijë të prindërve të shkurorzuar, të cilët bien në nevojë për mbrojtje sociale nga ana institucionale dhe shtetërore. Gjithashtu, kategori tjetër kemi delinkuentë të mitur apo fëmijë me sjellje asociale të cilët bien në kundërshtim me normat ligjore. Kemi fëmijë e lënë pasdore nga ana familjes, kemi fëmijë të abuzuar të keq trajtuar, kemi fëmijë viktima të dhunës në familje dhe jashtë familjes, gjithashtu kemi dhe fëmijë viktima të trafikimit me qenj njerëzore në të gjitha format e këtij krimi. Në konferencën e sotme kundër trafikimit dhe abuzimit me fëmijë u prezantuan edhe raporte e hulumtime të bëra nga Caritas Kosova dhe Forumi për Iniciativë Qytetare. Komunat kërkojnë më shumë kompetenca sa i përket të mbrojtjes së pyjeve. Në një tryezë të mbajtur sot në Ferizaj, përveç ndryshimit të ligjit për pyjet, u kërkua edhe bashkëpunim më i madh i institucioneve me qëllim të parandalimit të dëmtimit të pyjeve. Drejtorët për bujqësi të komunave të rajonit të Ferizajt, përfaqësues të policisë, gjykatës dhe përfaqësues të agjencisë së pyjeve, diskutuan sot për menaxhimin e pyjeve dhe masat për parandalimin e prerjeve ilegale. Pjesëmarrësit thanë se pyjet e rajonit të Ferizajt, sikurse edhe në gjithë vendin, që nga pas lufta janë dëmtuar në masë të madhe. Shumica prej tyre kërkuan që urgjentisht të ndryshohet ligji mbi pyjet e Kosovës, ku komunave do t'ju jepeshin më shumë kompetenca për mbrojtjen e pyjeve. Pse arsyemi duhet ndryshuar. Kompetenca duhet të jenë të plota, ose në Agjencionin Pyjor të Kosovës, ose të bartën komplet në për komuna. Sepse, nëse shkohen këto veprime, tani kemi një ndarje edhe në Tresh, e kemi edhe Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapësinor, që kuvendi ka bërë shpalljen e Parkut Nacional Share, që atë pjesë duhet ta menaxhojë, domethënë në Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapësinor, mirë për fat keq, ende nuk ka marrë ndonjë masë për parandalimin e kësaj dukurie negative që është shfaq, domethënë jo vetëm në komunën tonë, por në komuna të tjera, në gjithë Kosovën, kjo dukuri që po na përcjell vazhdimisht, domethënë edhe është për të brengosur lidhur me gjendjen e pyjeve në tërë rajonin e Kosovës, por mendoj se ligji për mbi pyjet duhet ndryshohet. Përveç ndryshimit të ligjit, në fund të këtij takimi dolën edhe disa rekomandime, të cilat parashohin bashkëpunim më të madh të institucioneve me qëllim të parandalimit të dëmtimit të pyjeve.
Po ashtu dhanë një rekomandim që bashkëpunimi me qytetar nuk ekziston në favor të parandalimin e prerjeve të ilegale të pyjeve, dhe kjo rriti si shqetësim dhe diskutim në tërheqës që duhet të bëhet mënyra dhe të rritet funksionalizimi i komunikimit. Po ashtu agjencioni i pyjeve nuk është në nivel të duar në aspektin e rregullimit dhe bashkëpunimit me komunat, dhe këtu ndonë disa përgjegjësi që të menaxhohet dhe të mbikëqyren nga institucioni agjencia të menaxhoj, komunat të mbikëqyr, dhe kjo një prej konfuzitetit ndërmjet dy institucione. Kjo tryezë është organizuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim, ATRC, në bashkëpunim me rrjetin e OJQ-ve Avonet. Doktori i financave Ferizaj Asi Enver Halili, i cili vepron në Australi, vlerëson se Kosova nuk ka shënuar as pak përparim në zhvillimin ekonomik. Sipas tij, institucionet e vendit pak i marrin parasysh kuadrot e tyre që për vendet e zhvilluara konsiderohen emra të mëdhenj. Ferizaj Asi Enver Halili, i cili ka doktoruar në lëmin e financave në Australi, shprehet i dëshpëruar për ritmin e ngadalshëm të zhvillimit ekonomik në Kosovë. Ky ekspert kosovar tani gjendet për pushime në vendlindje, ndërkaq 5 vitet e kaluara ja kishte kushtuar studimeve në Fakultetin e Biznesit dhe të ndërmarrjeve në Hawthorne të Melbourne-it. Halili thot se kur ekonomia sotme krahasohet me atë të motshmën, kur në Ferizaj funksiononte një industri stabile, gjendja është përkeqardhje. Fatkeqësisht gjitha industri me vlera kapitale, ndoshta 100 miliona euro, mund të them se sot nuk funksionon. Në anën tjetër tash e kemi një progres në bizneset e vogla që është për të çmuar, po ende biznesi i vogël është në fazën e vet fillestare. Edhe me thënë drejtë nuk kam pas rast të lexoj ndonjë analizë shkencore rreth zhvillimit të bizneseve, por përgjithësi pasi që unë për kas këtij regioni mund të them se është bërë një përparim i mirë në këtë aspekt. Po ende ekonomia e Ferizajit është shumë larg për të qenë bartës e zhvillimit përgjithshëm shoqëror, bartë e zhvillimit e arsimimit, bartë e zhvillimit të shëndetësisë, shkollimit, kulturës e të tjera. Doktor Halili thot se investitorët e huaj ende nuk janë të sigurt dhe nuk i kanë kushtet elementare për ta zhvilluar biznesin në Kosovë. Unë kam bërë një studim për një periudhë jashtëzakonisht gjatë rreth investimeve dhe çështjes investitorëve. Për shembull, dikur infrastruktura ligjore, infrastruktura rrugore, rryma elektrike kanë qenë faktor zhvillimit ekonomik. Mirë po, unë që ekspert sot, këto faktori konsideroj si para kushte zhvillimit ekonomik. Derisa Kosova prodhon rrymë elektrike prej generatorëve, nuk mund të jesh joshte për investorët e huaj. Ndoshta mund vinë shqiptarët për arsye të ndryshme ose më tepër për arsye emocionale ose patriotike që lidhen me vendin e vet, po jo investorët e huaj. Sepse siç thash, unë kam bërë studim në maksimalizimin e të ardhurës. Çdo investor kërkon të maksimalizojë të ardhurën e vet ose fitime për investimeve të veta. Parashtrohet pyetja në këtë kushte, a ka mundësi të bëhet një gjë e tillë? Halili u shpreh pak kënaqur që institucionet e vendit pak i marrin parasysh kuadrot e veta, të cilat në përvendet e zhvilluara konsiderohen emra të respektuar. Kam një ndjenjë pozitive nga kryetari i ri i Ferizajit, i cili ka shfaqur dëshirën takohet me mua dhe besoj që ai takim do të realizohet. Mirë po, gjë e tillë nuk ekziston në instanca tjera më të larta shtetërore. Ekziston një ministri e diasporës që shpesh herë çon funksionar të ndryshëm, ministra, ambasador e të tjerë. Mirë po, nuk kam dëgjuar që ata kanë shprehur ndonjë interes të takohen me njerëzit, me shqiptarët e shkolluar në Australi. Edhe pse shumica prej tyre kanë emër atje. Edhe Australia krenohet për rezultatet e tyre, por funksionarët tonë nuk kanë shprehur dëshirë as të takohen. Enver Halili, ligjërues fakulteti, tash e 14 vjet jeton dhe punon në Australi. Ferizaj dhe Elbasani kanë nisur një bashkëpunim të ndërsjell duke bërë edhe binjakëzimin midis tyre. Në festivalin ndërkombëtar të teatrit bashkohor në këtë qytet u dha premiera departamenti AP, prodhim i përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë, me autor Jetone Ziraj dhe regjisor
Adonis Filipi. Këtë vit për herë të parë kemi një bashkëpunim kulturor midis qytetit Ferizajt dhe të Elbasanit. Teatri u bë urlidhësja kryesore e shkëmbimit kulturor të të dyja vendeve me startimin e edicionit të 16 të festivalit ndërkombëtar të teatrit bashkohor Skampa 2014 në Elbasan. Festivali filloi me premierën e shfaqjes Departamenti AB, prodhimi i përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë me autor Jetone Ziraj dhe regjisor Adonis Filipi. Drejtori i festivalit Adonis Filipi tha se ishte i impresionuar dhe i emocionuar për koproduksionin dhe për bashkëpunimin e kulturave. Unë përgjithsisht jam shumë i kënaqur, ka qenë një klim e mrekullueshme kreative nga të dy palët. Ka qenë një shkëmbim eksperiencash i mrekullueshëm për mua dhe për aktorët qoftë shqiptar dhe kosovar. Dhe mendoj se kemi përgjithsisht vepra duke u kolauduar, kuptohet. Por do të them një gjë që edhe në konceptin e shfaqjes sigurisht ne jemi larguar tashmë nga e kaluara dhe ky është dhe perceptimi i shfaqjes dhe vepra vjen përmes arkthimit, por her pas here ajo kërkon të përcjellet përmes lojës aktorëve, trishtimin dhe atë poetik të brendshme që buron nga vetë teksti. Është vërtet një tekst shumë provokativ. Aktori kosovar Shpëtim Selmani, i cili ishte në rolin e inspektorit, u shpreh se gjatë përgatitjeve e ka kuptuar esencën e punës e inspektorit, kontekstin kohor të regjimit të asaj kohe, megjithse kosovarët nuk ishin përjetuar atë regjim. Mendoj që ka qenë një punë e mirë, edhe ekipore, po edhe individuale. Në fundit gjithmonë mbetet më vlerësu prej publikut, ata janë fundit që ajo japin vullin. Normalisht ka pas vështirësi në disa percepcione, për arsye se për neve konteksti kohor edhe regjimi i asaj koha kur është shkruar drama ka qenë pak e panjohur, përderisa për Elbasanin ka qenë diçka që ta kanë jetuar. Diçka që ta e njohin më mirë dhe diçka që e ju kanë qasë pak më ndryshe. Po me anë të analiza, me anë bashkëpunimit dhe bisedave që kena pas me ta, kemi gjetë disa kompromise dhe disa. Është shumë e rëndësishme që na kemi gjetë një hapësinë ku kena mujt bashkë me shkrinj artistikisht për shkak se mendoj se konceptualisht në art jemi pak ndryshe. Edhe kjo ka ndikuar që ne me marr përvojë edhe njëri tjetrit me shkëmbyer eksperiencat edhe me gjetë një falloj gjuhë të re për bashkë. Këtë bashkëpunim e kanë përkrahur kryetari i Ferizajt Muharrem Svarça dhe kryebashkiaku i Elbasanit Çazim Sejdini. Ata gjithashtu thanë se përmes binjakëzimit do të fillojë me bashkëpunime konkrete edhe në rrafshin ekonomik dhe atë administrativ. Të pranishëm në këtë shfaqje kanë qenë edhe artistë të njohur të skenës dhe të ekranit nga Shqipëria dhe Kosova. Edicioni si vjeçëm i Skampës i titulluar Brenda dhe jashtë do të zgjas deri më 13 tetor, ku do të marrin pjesë 9 trupa teatrore nga vendi dhe bota. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur në kuadër të këtij edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim në edicione tjera.